Këto ditë të lagshta në nëreshjet e pandërprera të shiut, malet dhe luginat e thella të bjeshkëve të Kusit janë shndruar në një skenë që të kujton penelet e një piktori të duruar. Mjegulla e ulur rënd mbi kreshta, struket e ngrihet ngadalë duke u përzierë me të kuqet e ndezura të gjetheve, me të artat e lisave dhe me të verdhat e buta të pemëve që ende nuk janë dorëzuar plotësisht para dimrit. Shpatët marrin një ton mistik thuajse prej rrëfenje, sikur çdo shtek që humbet në terren fshe një histori që pret të tregojë. Në luginat e humbura, mjegulla lëviz si një perde teatrale që hapet e mbyllet me ritmin e vet, duke zbuluar për pak qaste shtëpi të vetmuar, ara të zverdhura nga stina dhe lumenj të zhurmshëm që në largësi duken si fije të holla argjenti që ndjekin vijat e terrenit. Kjo është vjeshta e vërtet e maleve dhe bjeshkëve të Kuksit, e ashpër dhe egër në natyrën e saj, por njëkohësisht tronditse në bukurinë që nxjerr prej mjegullës, shiut dhe ngjyrave që digjen ngadalë në shpate, një vjeshtë që nuk të fton thjesht ta shohësh, por edhe ta ndjesh.